Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku je urdhër, para se të hani qershi, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Qershit janë padyshim një nga super ushqimet më të mira të verës. Të buta dhe plot me lëng mund të jenë të ëmbla ose të afta, por gjithashtu me një shije të mrekullueshme për trupin tuaj. Dhe sigurisht përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë vlerat e tyre. Vetëm një tas prej tyre do të ofrojë 90 kalori dhe është e pasur gjithashtu me vitaminën A, me vitaminën C dhe me lëndë të tjera ushqyese mjaft të rëndësishme. Konsumi i këtij fruti të vogël, por me shije, i dhuron trupit tuaj shumë antioksidant që ndihmojnë ndjeshëm në uljen e niveleve të kolesterolit dhe mbi peshës. Krahas këtyre vlerave, ekspertët thonë se qershit ndihmojnë organizmin edhe në shumë drejtime të tjera, duke siguruar trupit më shumë përfitime. Në këtë video do të listojmë disa nga vlerat e jashtëzakonshme që qershit ofrojnë në shëndetin tuaj. Ato kanë ndikim të mirë në shëndetin tuaj të kockave. Qershit janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik që është faktori kryesor në sëmundjet e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shanset e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu, qershit parandalojnë inflamacione në organizëm dhe problemet me presionin e ulët të gjakut. Qershit janë një ndihmë shumë e mirë edhe për problemet me sheqerin e lartë në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje e dur për të qëndruar të shëndetshëm. Si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe, edhe qershit ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Antioksidantët, sipas mjekëve, rrisin me 50% prodhimin e nivelit të insulinës në trup, duke ndihmuar kështu në rregullimin e niveleve të sheqerit. Ndihmojnë në sëmundjet e zemrës. Qershit e thata ndihmojnë në përmirësimin e parandalimit të problemeve të shëndetit kardiovaskular. Nëse i konsumoni vazhdimisht, do të parandaloni dhe do të dhuroni trupit tuaj një shëndet më të mirë kundër efekteve të plakjes, duke siguruar një mbrojtje më të mirë efikase për shëndetin tuaj. Ato ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak, duke i dhuruar trupit një shëndet më të fortë. Një dietë e pasur me qershi mund të ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet të dëmshme, duke qenë të pasur me fibër. Ato tregojnë se ulin rrezikun e problemeve të zorrës së trashë. Veçanërisht qershit e afta, të cilat përmbajnë disa enzima, ndihmojnë në trupin të rregullojë kështu edhe nivelin e radikaleve të lira në trup. Ndihmojnë në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i antioqianinës që do të thotë se shëndeti më i mirë i memorjes. Ky frut i shijshëm ndihmon trurin të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorien ndër vite. Ndikon edhe te cilësia e mirë e gjumit. Konsumi një tasi me qershi në mbrëmje do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit në ciklin e gjumit tek njerëzit. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, një enzim që ndihmon në qetësimin e organizmit. Këshillohet të konsumoni qershi të freskëta ose lëngun e freskët të sapo shtrydhur të tyre, në mënyrë që të merrni të gjitha vlerat që do t'i rendisem në këtë video. Janë të mira në shëndetin e mirë kardiovaskular. Këto fruta të kuqe, për shumë njerëz, janë ëmbëlsira e preferuar e verës, janë burime të pasur me zink, hekur, kalium, mangan dhe bakër. Kaliumi ka element pozitiv në shëndetin e zemrës dhe komponent të rëndësishëm të qelizave dhe lëngjeve të trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionin e gjakut. Në saj të efekteve të forta antiinflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleatet më të mira në dhimbjet e kyçeve. Të pasur me antioksidant, polifenole, vitaminën C, vitaminën E dhe elementë të tjerë ushqyes kontribojnë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se shtimi i të paktën 20 kokra me qershi në ditë në dietën tuaj ka efekte më të mira në shëndetin tuaj me veti antiinflamatore. Qershit stimulojnë një sistem tretës më të komplementuar. Përveç acideve të tyre mbrojtëse për sheqerin frutor, qershit stimulojnë gjithashtu edhe punën e lukthit, zorëve dhe pankreasit dhe stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut dhe aktivizojnë mëlçin dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershive pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë gjithashtu kariesin dhe problemet e mishrave të dhëmbëve.
Gjithashtu ky frut pastron veshkat dhe kanalet e urinimit sepse është një diuretik i shkëlqyer i cili ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat antibakteriale të qershive pengojnë gjithashtu rritjen e inflamacioneve të trupit duke siguruar edhe një efekt më të mirë për tretjen. Gjithashtu, qershit i rekomandohen njerëzve që vuajnë nga astma dhe alergjit si dhe ata që duan një lëkurë të bukur sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Në fakt, ky frut përmban edhe antioksidantë të cilët forcojnë indet lidhëse të trupit dhe parandalojnë gjithashtu efektin e radikaleve të lira në organizmin tuaj. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson sistemin nervor dhe ndihmon gjithashtu kundër nervozizmit, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndihmon të gjumi. Ulontimet e tyre kanë treguar se të anketuarit që kanë konsumuar qershi ose lëngun e qershive kanë shtuar cilësinë e gjumit me të paktën 85 minuta dhe ka efekte pozitive në rritjen tuaj kundër problemeve të pagjumësisë. Qershit janë një zgjidhje gjithashtu duke u shtuar në dietën tuaj edhe në humbjen e peshës së tepërt. Qershit kanë pak yndyrë dhe kalori, të cilat mund të ofrojnë një gjumë më të mirë dhe një peshë më efektive. Gjithashtu, ashtu si shumica e frutave të tjera, qershit duhet të konsumohen me moderim, të mos teprohen dhe të jenë gjithashtu një frut i freskët i përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj. Gjithashtu, qershit mund të ofrojnë varietete të tyre të ngjyrave të ndryshme dhe gjithashtu vlera të mëdha për organizmin e njeriut. Efektet pozitive në organizmin ton janë të shumta, ndaj konsumit tyre duhet të jetë gjithmonë në sasinë e lejuar për të marrë vetëm përfitime. Po ashtu sipas studimeve qershit kanë një rol kyç në nisjen e një përfitimi më të mirë të organizmit tuaj. Qershit janë një nxitje më e mirë e kujtesës më të fortë. Mos ju ndani qershive në këtë sezon sepse ato shërbejnë gjithashtu edhe në forcimin e kujtesës. Kjo ndodh për shkak të komponentëve të gjetura te kokrat të ëmbla të njohura si antioциanine. Shkencëtarët kanë provuar se përbërësi gjithashtu mund të ndikojnë në përmirësimin e shëndetit të trurit, përveç forcimit të kujtesës, qershit ndihmojnë në parandalimin e humbjes së saj. Melatonina gjithashtu vepron si një agent kundër plakjes dhe ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes. Kjo do të thotë se nëse hani qershi në dietën tuaj do të siguroni trupit më shumë element vital të rëndësishëm, duke ndikuar kështu edhe pozitivisht në rritjen e vlerave të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve tuaja. Qershit janë të mira gjithashtu edhe për muskujt, të pasur me antioksidant me substanca antiinflamatore. Qershit favorizojnë riparimin e muskujve, përmirësojnë edhe shëndetin e tyre duke lehtësuar gjithashtu edhe lodhjen që mund të merrni edhe gjatë aktiviteteve të ndryshme sportive. Vetitë e tjera të qershive lidhen edhe me aftësinë e tyre edhe për të shkrirë yndyrnat e tepërta trupore dhe ndikojnë gjithashtu në rritjen e peshës së trupit. Prandaj përfshirja në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer. Janë të mira, madje shumë të mira, qershit kryesisht janë të padëmshme. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për trupin e njeriut. Dhe duke i shtuar vazhdimisht në dietën tuaj do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe në sjelljen e efekteve të mira ushqyese pozitive. Shfaqja e qershive në dietën tuaj do të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për ju. Qershit nuk janë vetëm fruta të shijshëm, por janë gjithashtu plot me vitamina, minerale dhe element ushqyes pozitiv që kanë në ndikimin e organizmit tuaj. Ndaj sigurimi i pasurimit të dietës suaj me këtë frut të veçantë do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur kështu performancën më të mirë ushqyese për ju. Sipas Health Schutz, qershit kanë veti të forta antiinflamatore dhe një efekt më të mirë, duke e bërë ato një frut i shkëlqyer për çdo që ka problemet inflamatore në trupin e tyre. Ato janë të pasur me antioksidant dhe quercetin, të cilët janë një ndihmë shumë e mirë në luftimin e stresit oksidativ dhe kanë efekte të mira kundër inflamacioneve trupore. Sigurohuni të pasuroni dietën tuaj me këtë frut, paktën 20 kokra në ditë janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.